Sipas paralajmërimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një tjetër nga shenjat e mëdha të kiametit është edhe ndodhia e 3 fundosjeve të mëdha të tokës, të cilat do t'i trembin njerëzit dhe do të kenë ndikim të madh në mesin e tyre. Kuptimi i fjalës fundosje është çarje e tokës e cila do të gëlltisë në brendësinë e saj çka ka mbi të. Si në kohët e vjetra, ashtu edhe në kohët e sotme, kanë ndodhur lloje të ndryshme fundosjesh, të cilat kanë normalisht fuqi edhe madhësi të ndryshme. Por fundosjet që janë theksuar në hadith do të jenë shumë herë më të mëdha dhe lajmi i tyre do të përhapet e do të përmendet kudo. Për këto 3 fundosje të tokës janë transmetuar tekste të shumta. Hadithet e transmetuara rreth këtyre fundosjeve. Nga Hudhaife ibn Usaid radiallahu anhu, për cilët se ka thënë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi dhe na gjeti duke përkujtuar dhe këshilluar njëri tjetrin dhe tha: "Qeni duke përkujtuar?" Ne tham: "Po përkujtojmë kiametin." Ai tha: "Kiameti nuk do të ndodhë derisa të shihni para tij 10 shenja: tymin, Dexhallin, kafshën, lindjen e diellit nga perëndimi, zbritjen e Isait birit Merjemes alayhis salam, Yexhuxhet edhe Maxhuxhet dhe 3 fundosje të tokës. Një në lindje, një në perëndim dhe një në gadishullin arabik. Dhe shenja e fundit do të jetë një zjarr që del nga Jemeni, në Aden, i cili ka për t'i dëbuar njerëzit drejt vend tubimit të tyre." Hadithet, të cilat kanë ardhur për shafitjet e tokës në përgjithësi. Në disa transmetime është përcaktuar vendi edhe shkaku i njërës prej 3 fundosjeve të mëdha. Kjo fundosje do të jetë në gadishullin arabik. Nga Ummu Seleme radiallahu anha, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Me rastin e vdekjes së halifes do të ketë kundërshtime. Atëherë do dalë një njeri nga Medina duke ikur për në Mekë. Njerëzit në Mekë do të tubohen rreth tij, ndërsa ai nuk do ta pëlqejë këtë. Ata do t'i japin besën ndërmjet qoshes së Qabes dhe Mekamit të Ibrahimit. Një grup prej Shamit do të dërgohet për tek ai dhe sapo të arrijnë në Bejda, ndërmjet Mekës edhe Medinës, ata do t'i përpi toka. Kur ta shohin këtë, do të vinë njerëzit më të mirë nga Shami dhe disa grupe nga Iraku, të cilët do t'i japin besën atij." Hadithe rreth fundosjeve të tjera të cilat do të bien mbi gjynaqarët si ndëshkim. Nga Ebu Umame radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Do të ketë popull prej këtij umeti që do t'i zërë nata me ushqim, pije dhe argëtim, dhe kur të gdhijen do t'jenë të shndërruar në derra. Do të shafiten disa fije në shtëpitë e tyre, aqsa kur të gdhijen do të thonë: sonte u shfarosën bijtë e filanit, u shfarosën sonte banorët e shtëpisë së bijve të filanit. Do të dërgohen mbi ta shtrëngata dhe gur nga qielli, si dhe erë shkatërruese, e cila do t'i hapërdaj shkul prej vendit edhe shpërndaj ata, sikurse i ka hapërdar ata të cilët ishin para tyre, për shkak të pirjes së alkoolit, ngrënies së kamatës, veshjes së mëndafshit, marrjes së këngëtarëve për dëfrim dhe ndërprerjeve të lidhjeve farefisnore." Transmetuesi i hadithit tha: "Përmendi edhe një cilësi tjetër të cilën unë nuk e kam harruar." Nga Ibn Umeri radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Në umetin tim do të ketë fundosje, shndërrim dhe gjuajtje nga qielli." Nga Ibn Umeri radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ndërkohë që një njeri po este duke të rrequr rrobën e tij në përkëmb nga mendje masia, papritmas e përpin toka, ai zhytet në të edhe do të rrotullohet aty deri në ditën e kiametit. Rrotullohet, lëviz në të duke u përdredhur dhe gërthitur." Nga Enesi radiallahu anhu, për cilët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "O Enes, vërtet njerëzit ndërtojnë qytete për të banuar në to. Është një qytet të cilit i thuhet Basra ose Buseira. Nëse kalon në për të ose hyn në të, ru nga shëllirat e tij, toka e kripur, nga çarshia, tregu dhe dera e udhëheqësve të tij. Qëndron në rrethinat, lagjet e jashtme të qytetit, sepse në të do të ketë fundosje të tokës, gjuajtje nga qielli dhe dridhje. Njerëzit do të bien të flenë dhe do të gdhijen të shndërruar në majmun dhe derra." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar në këtë hadith se njerëzit ndërtojnë qytete për të jetuar.
Prej këtyre qyteteve është një që quhet Basra, dhe ai sallallahu alaihi wasallam e paralajmëroi Enesin që të ketë kujdes nëse hyn në të ruhet nga shëllirat, tokat e kripura, qarshia dhe tregu i tij, të cilët janë vende ku mblidhen njerëzit për të bërë shitblerjen e tyre. Gjithashtu i të rogji vërejtjen e Enesit që të ruhet nga pushtetarët e tij tiranë dhe zullumqar për shkak se në këtë qytet do të ndodhin fundosje të tokës, gjuajtje nga qielli, dridhje dhe deformime, shndrime të pamjes. Ai udhëzoi atë të qëndrojë në rrethinat e Basras, që janë anët e qytetit sepse ato janë larg shkatërrimit. Nga Nafiu, për cilët se një njeri kishte ardhur tek Ibn Umeri, radiallahu anhu, dhe i kishte thënë: "Filani të çon selam." Atëherë Abdullah ja kishte kthyer: "Më kam vërritur lajmi se ai ka shpikur diçka të re në fe, dhe nëse është kështu, mos i dërgo atij selam prej meje. Sepse unë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: në umetin tim do të ketë shndrim, fundosje të tokës edhe gjuajtje prej qiellit. Ato do të jenë për kaderit." Këto ishin hadithe të cilat flisnin se në këtë umet do të ndodhin shafitje të ndryshme të tokës. Kurse për sa i përket 3 fundosjeve të mëdha që do të ndodhin në kohën e fundit, në hadithin e parë cituam sqarimin e vendit në të cilin do të ndodh njëra nga këto 3 fundosje dhe shkakun e saj. Për sa i përket 2 fundosjeve të tjera, ato do të ndodhin në fundin e kohës, por unë nuk kam gjetur ndonjë hadith që të tregoj për vendin ose shkakun e tyre. Allahu i lartësuar e di më së miri.